Labani ishte i tërbuar. Jakobi, dhëndri i tij dhe i shërptori, kishte ikur natën duke marrë gratë, fëmijët, kopën dhe pasurinë e tij. Por diçka tjetër mungonte gjithashtu. Perëndit e shtëpisë së Labanit, idhujt e vegjël të quajtur terafim ishin zhdukur. Për Labanin ato nuk ishin thjesht stoli, ishin simbol trashëgimie, favori hyjnor dhe autoriteti ligjor në kulturën e lashtë të Mesopotamisë. Ti humbje ato do të thoje të humbje fuqinë shpirtërore dhe ndoshta dhe pretendimin për të ardhmen e vajzave të tij. Kështu që Labani nisi ndjekin. Ai ndoqi Jakobin në përshkret e tij për 7 ditë dhe më në fund e arriti në kodrat e Galadit. Kur e përballi, akuza e tij ishte e qartë. Pse i vodhe perënditë mia? Por Jakobi mbeti i habitur. Ai nuk kishte marrë asgjë. Madje shpalli me guxim. Nëse gjen ndonjë që i ka perënditë tua, ai njeri nuk do të jetojë. Jakobi nuk kishte asnjë ide. Gruaja e tij e dashur, Rakela, vajza e vet Labanit, i kishte vjedhur idhujt. Rakela, duke i fshehur idhujt në shalën e devesë së saj, ulmita ndërsa Labani kontrollonte tendat. Kur babai i saj erdhi për të inspektuar vendin e saj, ajo dha një justifikim shumë njerëzor. Nuk mund të ngrihem para teje sepse kam të përmuajshme e grave. Doli. Labani i sikletosur dhe me respekt u tërhoq. Kërkimi përfundoi. Idhujt nuk u gjetën kurrë dhe shkrimi nuk i përmend më. Kjo nuk është thjesht një histori për sende të humbura, është një përplasje perëndish. Idhujt e shtëpisë së Labanit që përfaqësonin jetën e tij të vjetër, autoritetin e tij dhe trashëgiminë e tij pagane ishin të pafuqishëm të fshehur në një grua që shtirej se ishte e papastër. Ata nuk mund të flisnin, nuk mund të lëviznin, nuk mund të zbuloheshin. Ndërkohë, Zoti i vërtet i Abrahamit, Isakut dhe Jakobit ishte shfaqur një natë më parë në një ëndër për ta paralajmëruar Labanin. Kujdes të mos i thuash Jakobit asgjë, as të mirë, as të keqe. Zoti e mbrojti Jakobin. Idhujt e Rem nuk mund të mbronin as veten. Idhujt e Labanit u vodhën në heshtje përgjithmonë. Të gjithë kemi idhuj për të cilën mbahemi, gjëra të cilave u besojmë më shumë se Zoti. Por kur shfaqet Zoti i vërtet, ato idhuj humbasin fuqinë. Zhduken, nuk ja vlen ti ndjekësh. Vetëm një Zot flet, mbron dhe udhëheq. Nëse ende po mbahesh pas gjërave që Zoti do t'i varroste, është koha t'i lëshojmë. Ato nuk kanë zë, nuk kanë të ardhme. Zoti i qiellit dhe i tokës, rrëzo çdo idhull në jetën time, të dukshëm ose të fshehur, edhe ata për të cilët mbahen për shkak të traditës, frikës ose krenarisë. Mos lejo të ndjek gjëra të pafuqishme që nuk mund të shpëtojnë, por ndihmo të ndjek ty, Zotin e gjallë që mbron, udhëheq dhe furnizon. Bëj idhujt e Rem të humbasin përgjithmonë dhe bëj që prania jote të mbetet. Në emër të Jezusit. Amen.